Dea, Angela, Dorisa, Erket, Enea dhe Kajla e kurorzuan me sukses të plot rrugtimin e tyre 3 vjeçar në gjimnazi 28 nëntori në Shkodër. Ishin vite të bukura, ishin vite sfiduese, por njëkohësisht dhe shpërblyese pasi më dha mundësia që të eksploroj shumë gjëra përmes aktiviteteve. Klasa jame ka kanë rrethuar me shumë nxënëse të sjellë të motivuar. Kem ka motivu dhe me thane edhe mu. Këto 3 vite gjimnaz ishin 3 vite shumë bukura, mbushura plot me sfida, plot aktivitete, konkurse. Ka 28 të marrë eksperiencët më të bukura të vite më të bukura të jetës time. Sa të bukura kanë qenë edhe sfiduese, sepse ka qenë një mundësi shumë e mirë për me testu limitet e mia, por njëkohësisht edhe më rrit si person. 3 vite për kushtim, sakrificë dhe orë të gjata studimi janë përmbledhur sot në një vlerësim të veçantë, duke u shpallur edhe medalistë të rinj. Tashmë presin që medaljet i marrin nga Ministria e Arsimit. Tashmë secili prej tyre është gati të nisë një kapitull të ri. Dea Boriçi do të vijojë studimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa pjesa tjetër e medalistëve kanë zgjedhur të ndërtojnë të ardhmen në Shqipëri. Po bëhemi gati gradualisht për të vijuar universitetet në Boston, në Universitetin e Harvardit. Do me vazhdu për mjekësi. E kam vendosur me vazhdu në Shqipëri. Për studimet mendoj që do vazhdoj në Tiranë tek Universiteti Politeknik në degën e inxhinierisë. Në degën e inxhinierisë Politeknikën e Tiranës. Unë synoj që me studiu për mjekësi në Tiranë. Të gjithë ndajnë të njëjtin synim, të japin më të mirë në profesione që kanë zgjedhur dhe të justifikojnë suksesin arritur deri më sot.